Prej 2 ditësh, aksi rrugor Korçë-Pogradec vijon të jetë i përfshirë nga mjegull e dëndur, e cila në disa segmente paraqitet me intensitet të lartë, duke kufizuar ndjeshëm, dukshmërinë dhe duke vështirësuar qarkullimin normal të mjeteve. Situata paraqitet më problematike gjatë orëve të mëngjesit dhe të mbrëmjes, kur kushtet atmosferike përkeqësohen dhe shikueshmëria ulet ndjeshëm. Sipas të dhënave të raportuara, përqendrimi më i madh i mjegullës konstatohet në segmentet e këtij aksi që kalojnë në territorin e Bashkisë Maliq, si dhe në zonat përreth fshatrave, ku në disa momente dukshmëria zbret në nivele minimale, duke rrizikun për aksidente rrugore. Në këto kushte, autoritetet rrugore u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes, të reduktojnë shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën dhe të përdorin drita të përshtatshme për mjegull. Gjithashtu këshillohet shmangja e manovrave të rrezikshme dhe ruajtja e distancës së sigurisë mes mjeteve. Situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga strukturat përgjegjëse, ndërsa drejtuesit e mjeteve ftohen të informohen rregullisht mbi kushtet e qarkullimit, me qëllim garantimin e sigurisë rrugore dhe parandalimin e ngjarjeve të padëshiruara.